E vërteta është e thjesht dhe e ndjen çdo demokrat. Kjo parti nuk mund të vazhdojë më kështu. Nuk mund të pretendojmë ndryshim për Shqipërinë kur nuk kemi guximin të ndryshojmë veten. Pikërisht për këtë i kemi rënë Shqipërisë kryqe tërthor. Për të folur për të ardhmen dhe për të thënë të vërtetën që e thot çdo drejtues, ashtu si çdo qytetar në përbisedat, në kafenet apo në shtëpitë e tyre. Partia Demokratike është në një moment kritik. Jo sepse shqiptarët nuk e duan ndryshimin, jo sepse opozita nuk ka mbështetje, por sepse drejtuesit e Partisë Demokratike nuk kanë qenë në lartësinë e duhur. Shqiptarët që duan ndryshimin janë në masë të madhe të pakënaqur me qeverinë. Thuajse 70% e qytetarëve shqiptar janë të pakënaqur me qeverinë dhe Edi Ramën dhe kërkojnë ndryshimin. Por shqiptarët, po në të njëjtat sondazhe, nuk e mbështesin leadershipin aktual të Partisë Demokratike, i cili është në kuotat e 20% të mbështetjes bashkë me aleatët e tjerë të Partisë Demokratike. Kjo është e vërteta që ne duhet ta themi, që ta shërojmë më pas. Dhe kur nuk e themi të vërtetën, ne nuk ndryshojmë kurrë. Sot duhet flasim qartë për një realitet që të gjithë e dinë. Sali Berisha nuk mund ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet, as sot, as nesër dhe as kurrë. Çdo ditë që ai qëndron në krye të Partisë Demokratike është një fitore personale për të, por një humbje e madhe për Shqipërinë, për Partinë Demokratike dhe për opozitën në tërësi. Kjo është e vërteta që të gjithë e thonë edhe përshpërisin nëpër tavolina, por gjithë duhet të kenë guximin ta thonë publik. Ai abuzon me besnikërinë e demokratëve, abuzon me respektin që njerëzit kanë për moshën dhe për historinë e tij. Dhe në shumë raste i vendos ata në një pozitë të vështirë. Të heshtin kur ata duhet flasin. Por pyetja që duhet të bëjmë ne është shumë e thjeshtë. Kush e ka përgjegjësinë për humbjet e një pasnjëshme të Partisë Demokratike? Kush e bëri listën e kandidatëve? Kush hartoi programin? Kush e drejtoi fushatën? Dhe mbi të gjitha, si është e mundur që Partia Demokratike humbi më thellë se sa në zgjedhjet e vitit të mbrapsht 1997? A mund të kalojë kjo pa përgjegjësi? Jo, jo dhe jo. Unë kam qenë në çdo qytet. Kam takuar të rinj, profesionistë, qytetarë të ndershëm dhe kudo kam dëgjuar të njëjtën thirrje. Mjaft më me të shkuarën, është koha për ndryshim, është koha për ndryshim. Kjo nuk është vetëm një ide apo një slogan, është bindje e gjerë se ky ndryshim nuk mund të vijë pa një rinovim të plot të leadershipit të Partisë Demokratike, sepse nuk mund të presësh rezultate të reja nga të njëjtat figura që kanë prodhuar të njëjtat humbje. Sepse për këtë tipologjit personaliteteve njerëzore që janë pak në fakt që lëpihen në rrotull kryetarëve të partisë, sa herë ka kryetar Partia Demokratike, Albert Einstein kishte një etiketë vetme, budallënj që punojnë vetëm për interesa personale. Ne nuk mund të pranojmë që në Shqipërinë e imprezit të ri, ndryshimi të shihet si luks. Ndryshimi është domosdoshmëri. Dhe ky është momenti i vërtetës. Ose do të vazhdojmë me të njëjtën rrugë dhe do të vazhdoni me të njëjtën rrugë që na ka çuar në humbje, ose siç e kemi marrë, do të marrim guximin dhe do të kemi kurajon për ta ndryshuar Partinë Demokratike një herë mirë. Të dashur të rinj e të reja, të dashur qytetar, sot nga mëngjesi darkë leadershipi i Partisë Demokratike na demotivon, duke thënë që nuk ka zgjedhje me Edi Ramën, që nuk fitojmë dot me Edi Ramën. Kjo nuk është analizë. Ky është dorëzim. Dhe unë nuk e pranoj këtë. Ju nuk e pranoni këtë. Rama mundet me vot. Demokratët kanë fuqi ta mundin Edi Ramën me vot. Partia Demokratike nuk është krijuar për të justifikuar humbjen. Është krijuar për të fituar. Kjo është e vërteta. Partia Demokratike e ka në gen fitoren. Por ne nuk e kemi në dorë të zgjedhim se kush është kundërshtari jonë. Ne kemi në dorë mënyrën se si të përballemi me të. Ne kemi në dorë të zgjedhim veten. Të zgjedhim nëse do të jemi të fortë apo do të jemi të dobët. Të zgjedhim nëse do të jemi të bashkuar apo do të jemi të përçarë. Të zgjedhim nëse do të jemi alternativë apo do të jemi justifikim. Demokratët kanë në dorë gjithçka që ka rëndësi.
Demokratët duhet ruajnë e përsinë morale, që me këtë leadership nuk e ruajmë dot. Të zgjedhim njerëz fitues dhe jo njerëz humbës, siç po ndodh. Të ndërtojmë një program fitues, të bashkojmë opozitën dhe shoqërinë. Këto janë në dorën tonë, nuk janë në dorën e Edi Ramës. Dhe nëse nuk i bëjmë, e kemi të vështirë të kërkojmë besimin e qytetarëve që na kanë refuzuar në disa zgjedhje me radhë. Por, të dashur miq, Partia Demokratike është përpara një zgjedhje edhe për shkak të uzurpimit që i ka bërë leadershipi aktual. A do të jetë ajo parti e pesnikërisë së verbër ndaj një individi që e ka uzurpuar për interes personal, apo do të jetë një parti që i shërben nëpërmjet fitores Shqipërisë? Sepse këto të dyja sot nuk përputhen. Një parti që humb qëllimin e pushtetit, që sakrifikon fitoren për një individ të vetëm, është një parti që shkon drejt shuarjes. Historia është e qartë. Çdo parti që është kthyer në pronë personale në gjithë Evropën lindore, fatkeqësisht është zhdukur. Dhe nëse nuk ndryshojmë, ky është rreziku real që ka partia jonë. Dhe le ta themi pa ekuivok, Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para të pluralizmit. Por sot ai është sa është mosha ime. Është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën dhe qëndrimi i tij në krye të Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndihmon Edi Ramën duke u kthyer në kambaleci që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barr për opozitën dhe duhet t'i jap krahun një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë thrasin që duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brez i tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politik dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend hapjes kemi mbyllje, në vend konkurrencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht një fushate 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga antarësia, ju e pat që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di siç e di gjithë Shqipëria që me zgjedhje unë do ta mundja që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëjë fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformimi i qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në të cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkelja e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu në Dibër për mosdorëqen pas humbjes tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu, kur Sali Berisha nuk më mundot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën o zotëri? Se sikur të mos përjashtojnë të gjitha këto, ai përjashton të gjithë kundërshtarët, përjashton zëra ndryshe dhe po e tkurr Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë ta shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do ta lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton. Demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinjt që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që e mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar,
e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri. Dhe për këtë unë prezantova një program me 10 pika. 10 pika për një kontratë të re për Shqipërinë. Rikthimi i besimit, fuqizimi të djathës dhe fitoria e Shqipërisë. 1. Kufizimi i mandatit kryetarit Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet garantoj identitetin e saj si parti masash dhe kryetari i Partisë Demokratike ka përgjegjësinë kryesore për rezultatin zgjedhor të Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike është kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike. Në çdo rast, kur ai vendos ta delegojë këtë përgjegjësi, ai duhet marrë vendimarrjen në organit më të lartë të Partisë Demokratike. Kryetari i partisë zgjidhet me parimin një antar një vot një herë në 4 vjet, duke pasur garë me cilin do që do të kandidojë për Partinë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike nuk mund të kandidojë më shumë se 2 mandate. Dhe nëse kryetari i Partisë Demokratike i humbet zgjedhjet, duke qenë në detyrën e kryeministrit, atij mbaron mandati me njëherë pa pasur të drejtë rikandidimi. Kjo normë është e detyrueshme edhe nëse kryetari nuk e ka ushtruar mandatin e dytë. 2. Hapja e partisë, përfaqësimi dhe listat e kandidatëve për deputet. Kriza e besimit ndaj politikës dhe në rastin ton ndaj Partisë Demokratike lidhet drejt për drejt me mungesën e transparencës dhe vendimarrjes, me mungesën e përfaqësimit dhe mungesën e shanseve të barabarta. Partia Demokratike duhet të shndërrohet në një organizatë politike moderne, ku vendimarrja nuk është e centralizuar, por e shpërndarë dhe konsultuar sipas përgjegjësive drejtuesve dhe antarëve të saj. Partia Demokratike duhet bëhet magnet për ekspertët dhe profesionistët, duke ndërtuar një elit politike që jo vetëm fiton zgjedhje, por bind se mund të qeverisë me kompetencë. Hapja nuk është vetëm proces formal, por është një kulturë politike, përfshirje reale, debat i brendshëm dhe respekt për mendimin ndryshe. Partia Demokratike duhet ruaj strukturën e vendimarrjes përmes antarësisë. Duhet të kemi lista të hapura 100% që deputetët të zgjidhen nga votuesi dhe jo nga kryetarët e partisë. Mënyra e përzgjedhjes kandidatëve, 20% e listës shumë emërore duhet të jetë kuotë ekskluzive e kryetarit për të përfshirë në parti intelektual, shoqëri civile, profesionist, njerëz me reputacion në zonën zgjedhore dhe 80% tjetër e listës shumë emërore duhet të jetë e propozuar dhe merituar nga antarësia me një kuotë përfaqësimi 40% femra, 30% rinj në 35 vjeç dhe 10% kandidat nga diaspora. Partia Demokratike së treti duhet të ndryshojë përfaqësimin ideologjik si boshti i programit elektoral, duhet kthehet tek vlerat dhe morali së djathës si nevojë historike për Shqipërinë tonë. Identiteti politik i PD-s duhet të jetë i qartë dhe i qëndrueshëm. Kjo nënkupton rikthimin te vlerat e së djathës tradicionale, te mbrojtja e pronës private, roli kufizuar i shtetit, respekti për traditën dhe familjen. E djatha si ideologji përfaqëson besimin tek liria individuale dhe përgjegjësia. Ajo ndërtohet mbi bindjen se zhvillimi i qëndrueshëm vjen nga iniciativa private, nga puna e ndershme dhe konkurrenca e lirë. Partia Demokratike duhet të jetë zëri që përfaqëson nevojën për një rol të kufizuar, por efektiv të shtetit në jetën e qytetarëve. Mbi të gjitha, Partia Demokratike duhet të artikulojë qartë edhe pastër se zgjedhjet e mëdha për Shqipërinë kalojnë përmes mbështetjes për familjen, garantimi i strehimit nga shteti për çiftet e reja, mbështetja e lindshmërisë, statusi i veçantë për nënën me garanci të forta financiare janë plotësisht të pajtueshme me moralin e së djathës dhe plotësisht të realizueshme për buxhetin e shtetit. Forumi i gruas dhe FRPD duhet të kthehej në shtyllat të suksesit elektoral të Partisë Demokratike. Ato deri sot janë kthyer si mbështetje periferike, si fasad për takime dhe asnjëherë si aktor vendimarrës. Së pesti, fuqizimi i degëve të Partisë Demokratike dhe decentralizimi i buxhetit të Partisë Demokratike. Buxheti i Partisë Demokratike duhet t'u jepet degëve të Partisë Demokratike dhe jo sharësve profesionistë, të cilët krijojnë profile në rrjetet sociale. Duhet pa diskutim që të jetë i pajtueshëm dhe të ketë të drejtë të zgjidhet kryetari i degës, edhe deputet, edhe kandidat për kryetar bashkie. Modernizimi dhe struktura e komunikimit politik të Partisë Demokratike duhet të ndryshe.
nuk mundet do të Edi Rama duke pasur të njëjtën gjuhë prej 36 vitesh. O Edi Rama o legen, o Edi Rama o vrasës, o Edi Rama o kriminal. Dakord, por ne duhet të themi çfarë do bëjmë ne. Nga parti e protestës, ne duhet të themi në parti e alternativës qeverise, që të bindim gjithë qytetarët shqiptarë, sepse ne nuk komunikojmë vetëm për të reaguar ndaj kundërshtarit, po për ta udhëhequr debatin publik dhe për të vendosur agjendën politike të vendit. Ne duhet të kemi, siç e thash edhe më parë, bashkimin me të gjithë të ndryshmit, jo vetëm me të ngjashmit. Duhet të japim rol bashkimit të opozitës edhe partive tjera, që kanë dalë nga Partia Demokratike, apo partive që janë në opozit me regjimin e Edi Ramës. Ne të nderuar miq, duhet të japim edhe kur na pëlqen, edhe kur nuk na pëlqen, mbështetje ndaj strukturës së posaçme antikorrupsion. Dhe po ashtu, PD duhet të jetë protagoniste e integrimit evropian dhe jo sharse e ambasadorëve të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike duhet të jetë në partneritet plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe, dhe jo në konflikt të hapur për interesa personale të një individi të vetëm. Sepse të dashur demokrat, ne duhet dim të respektojmë të shkuarën, por edhe të ndërtojmë të ardhmen për cilin do, prej prindërve tanë apo prej fëmijëve tanë. Kontributet historike nuk vijnë në diskutim, por politika nuk jeton dot me të shkuarën. Politika fiton me të ardhmen. Dhe sot Partia Demokratike ka nevojë për një fazë të re. Ka nevojë për energji të re, ka nevojë për besim të ri. Sepse vizioni ynë është i qartë. Një Shqipëri që funksionon, një shtet që garanton drejtësi, një ekonomi që krijon mundësi, një shoqëri që vendos familjen në qendër dhe integrimi evropian jo si slogan, po si transformim real dhe reformim i gjithë ngrejinës shtetërore, dhe Partia Demokratike me një brez të ri është partia që e realizon këtë transformim. Të dashur qytetarë të Diprës, në përfundim të këtij takimi dua të mbetet e qartë një gjë. Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë të detyruar dhe të dënuar pafundësisht që të jetojnë në tranzicionin e pafund. Ajo ka potencialin, ka energjit përpara, ka kuraj dhe pa diskutim kërkon ndryshim. Por asgjë nuk ndryshon vetvetio. Historia nuk e fal pasivitetin. Historia nuk i fal konformistët. Historia i dënon servilët. Historia shpërblen ata që guxojnë të hapin rrugë të reja, që zgjedhin të përballen me realitetin dhe jo të justifikojnë realitetin për interesa personale. Dhe sot më shumë se kur, Shqipëria ka nevojë për këtë guxim dhe ju po tregoni guximtar. Unë besoj dhe jam i bindur që politika mund të jetë ndryshe nga politika e bërë në 36 vite. Se institucionet mund të funksionojnë ndryshe, se opozita mund të jetë më e fortë, më e hapur dhe më e besueshme. Dhe mbi të gjitha se vendi ynë mund të ecë me dinjitet drejt Evropës si një shtet normal, i drejtë dhe i zhvilluar. Dhe unë jam i bindur se ky ndryshim nuk është vetëm i domosdoshëm, është i mundur. Dhe ai fillon, siç e thash edhe më lart, nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Por që Partia Demokratike e Shqipërisë ta bëjë të mundur ndryshimin, duhet të jetë edhe përfaqësuese e drejtë e interesave të qytetarëve. Partia Demokratike nuk mund të bëjë opozitë selektive. Ju kaloni dhe unë erdha sot nga rruga e re e Arbrit. Partia Demokratike e di që ajo rrugë ka kushtuar më shumë se 300 milion euro. Por nuk flet dot për atë rrugë se e ka xhan njësoj atë gjokën si Rama si Berisha. Partia Demokratike e di që kur bie zjarri tek pallati Armand Lilos, ai rrezikon jetën edhe të socialistëve dhe demokratëve, por nuk flet dot se ja ka mbyll gojën. Sali Berisha e di që te dosja e llahtarshme e Aksit është si Gysa Gasi si Ermal Beqiri, por nuk e përmendot. Kush ja mbyll gojën Sali Berishës? Kush ja mbyll gojën? Të nderuar miq,
Unë sot me këtë entuziazm që ju po më transmetoni, do ju them një gjë, asgjë nuk do na ndalë ne, do vjojmë takimet në gjithë Shqipërinë, njerëzit po na presin, demokratët po na presin, ne do ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, do t'japim Shqipërisë një model tjetër, fitore, fitore!